Këto fjalë përmbledhin edhe shprehin kuptimin e festës së Krishtinjve në mënyrë më të thellë dhe më të përsosur. Nëse do përqendrohemi për të kuptuar rëndësinë e këtij misteri të madh, në të cilin biri dhe fjala e Atit u mëshirua dhe u bë njeri, atëherë do të marrim pjesë në festimin dhe në gëzimin shpirtëror dhe do të ndjejmë brenda nesh fuqinë, misterin e denjë për të muallësuar dhe për dhuratën magjike të madhe që ai jep për njerëzimit. Biri edhe fjala e Perëndisë mëshirohet edhe ulet pa vrutjeve njerëzore, prej shtrembërimit të natyrës sonë të drejtuar, duke na zbuluar thellësinë dhe mshurinë për ulësinë e thellë, që lind nga dashuria e tij e pafund për të gjithë botën. Shën Athanasi i Madh shprehet në të vërtetë tundicën në mënyrë lakonike: biri i Perëndisë u bë njeri që ne të bëhemi perëndi. Krishtina vëllezër e motra nafton të marrin pjesë në thirrjet e engjëjve, për të lavdëruar dhe bashkë me ta lavdi Perëndisë të më të lartat edhe mbi dhënë paqe edhe mbi njerëzit mirëdashje. Por lajmërimi i lindjes së Krishtit nuk u bën në të njëjtën mënyrë për të gjithë. Të hebrejtë e përulur erdhën edhe një angjëll, sepse zemra e tyre ishte përulur dhe e hapur. Dietarët e lindjes që ishin atje në kërkim, ja dhanë një yll dhe e përsëriti një angjëll për t'u udhëhequr. Kurse për disa të tjerë kjo ishte një gënjeshtër dinake. Lajmi nuk u soll me gëzim, por frikë, errësirë dhe refuzim. Dhe deshën ta vrasin foshtin e porsalindur. Ngjarja ofrohet të gjithëve, por jep fryt vetëm tek ne dhe ato që kanë dëshirë dhe përulësi për të njohur. Erdhi tek të cilët vërsuan me të vërtetë. Të dashur vëllezër e motra, duhet të shpallim me gëzim të lajm të mirë dhe të dëshmojmë me zell, dhe duke mos u lodhur, por se tashti Perëndia banon në ne. Një dëshmitar i vërtet shpëton jetë, thot Solomoni i ditur. Është detyra e çdo krishteri të përhap dhe të bashkëndajë këtë dritë në të gjithë botën, sepse vetëm duke ndarë këtë me të tjerët, drita mund të ruhet dhe mund të rritet çdo ditë. Bota ka nevojë për dritën e Krishtit. Është e nevojshme se një jetë pa praninë e Zotit bëhet e mjerueshme. Kthehet në një jetë pa dashuri, pa gëzim, pa dritë. Për të fërsuar shpirtërisht lindjen e Krishtit, le të kujdesemi gjatë këtyre ditëve festive, të përjetojmë me thellë dashurinë, madhështinë e kësaj dhurate hyjnore. Këtë mund të realizojmë duke pastruar zemrën tonë dhe çdo ligësi dhe duke mbushur atë me dashuri për ulësi ndaj të gjithë njerëzve. Zoti identifikon veten e tij me njerëzit në nevojë duke thënë: sa pa të uri erdhe dhe me dhat ta, pa të etje erdhe dhe me dhat të pi, po ju isha dhe me morët brenda. Vetëm duke bërë këtë gjëra mund të ecim përpara me dashurinë e Zotit tonë Jezu Krisht. Krishtlindja do të ketë kuptimin e vërtetë dhe gjithçka do të ndriçohet nga fjala e bërë mish. Gëzuar Krishtlindjet për shumë vjet, Johani, kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë. Ja Krishti lind, lavdërojeni vëllezër motra në këtë moment vigjilje të festës së lindjes së Zotit tonë Jezu Krisht. Uroj me gjithë zemër që gjithë besimtarët ortodoks të Shkodrës së Mëxher dhe vëllezërit e mi besimtarët e komunitetit katolik gëzuar për shumë vjet lindjen e Zotit tonë Jezu Krisht. Le të jetë për ne, për qytetin një shpresë së madhe kjo lindje. Gjithashtu njoftoj se pritjet në Kishën Ortodokse do të zhvillohen nesër pra me datë 25 për Krishtlindje. Jeni ftuar të gjithë qytetarët që të merrni pjesë.